Portokalli në shishe. Një fëmijë 9 vjeçar, i ati i tregoi një shishe, brenda së cilës ndodhej një kokër portokalli të madhe. Fëmia u çudit si kishte hyrë ajo kokër portokalli brenda asaj shisheje me gryk të ngushtë. Ai orva ta nxjerr portokallin nga shishja, por më kot. I habitur, ai e pyeti të atin: "Si ka hyrë kjo kokër portokalli kaq e madhe në grykën e ngushtë të shishes?" I ati, pa folur fare, e mori për dorë dhe të dy e pan veten tek bahçeja e shtëpisë. Mandej, babai mori një shishe boshe, e lidhi tek një deg portokalli dhe pastaj futi brenda shishes një filiz, nëpërmjet grykës së saj të ngushtë. Pastaj, të dy u larguan për në shtëpi. Me kalimin e ditëve, kokra e vogël e portokallit që ndodhej në filiz filloi të rritej, derisa u bë aq e madhe, sa që nuk mund të nxirrej më nga shishja. Aso kohe e kuptoi fëmia dhe i ushua kureshtja si kishte hyrë portokalli brenda shishes. I ati e pa një rast të volitshëm për të i përcjell djalit të tij një mësim të rëndësishëm, prandaj bëri këtë koment: "Të tilla janë edhe moralet, vlerat dhe parimet. Nëse ato kultivohen tek një fëmijë që në veçli, ato pothuaj është e pamundur që të shkulen dhe të çbëhen në moshë të rritur. O birë, në jetë do të ndeshesh me shumë njerëz, të cilët me gjithë intelektin, kulturën dhe statusin social, mund të ndjekin rrugë të gabuar që nuk u shkon për shtat. Ata mund të bien prej veseve të liga dhe akteve të shëmtuara, të dënueshme për shoqërinë ku jetojnë. Kjo, sepse këto vese u janë kultivuar që në veçli dhe janë zhvilluar bashkë me ta. A nuk ishte pamundur nxjerrja e portokallit nga shishja veçse duke thyer shishen?"